Pra një prej cilësive të profetit alayhis salam, qysh para se të vinte profecia, ishte njëri i vërtetës. Madje përmendet kur Herakliu, perandori romak, mori Abu Sufjanin, i cili në atë kohë nuk ishte bo musliman. Dhe ndërpytje që i bori për ditë se i kishte çuar profeti alayhis salam Herakliu letrën që pranon Islamin. Ai mori Abu Sufjanin për të parë në Kurajshte për ta pyetur rreth profetit alayhis salam. Dhe ndërpytje që i bori tha, keni pas vërtetuar ndoshta ndonjë gënjeshtër për ti? Tha jo. Atëherë tha, përderisa nuk ju ka pas gënjur ju si krijesa, pra është tepër e lartë që ai gënjej krijuesin. Ebu Xehli, armiku më i përbetuar i profetit sallallahu alaihi wasallam, njëri prej të afërmëve të tij, i afrohet dhe e pyet rreth profetit sallallahu alaihi wasallam. I thotë, ja është Muhamedi gënjeshtar? Sa kur nuk ka gënjur. Ai nuk ka gënjur kur ka qenë i ri. E lera më tha të gënjej tani që kanë nisë dalin finjat. Po thotë, atëherë përderisa shonte e vërtet, pse nuk e pason? Vazhdoi përmendje arsye të tjera në këtë dynjë. Por çështja e vërtetësisë, çështja e sinqeritetit, çështja e fjalës drejt nuk vihen diskutim tek profeti sallallahu alaihi wasallam. E po ashtu profeti alayhi salatu wassalam i edukoi edhe shokët e tij.